babi ka qenë një person që kur erdhi herët në Tiranë, domethënë për të bërë kryestudimet, ishte një person që donte ta rëmbente të ardhmen e tij dhe t'i vinte gjërat para. Ai në atë kohë faktikisht, dua t'i them diçka, po them disi komike, ran dashuri me nënën time dhe si pasojë e agresionit komunist ajo detyroi që në thonjza me dashuritë përbashkët ta rëmbente atë dhe të largohej drejt tropojës. Pasi dashuria atyre ishte e pamjaftueshme për të bashkuar me njëri tjetrin fal agresionit komunist. Pra dua të them deri ku shkonte agresioni komunist në atë kohë që ti nuk mund ta ndiqe as zemrën tënde, as për të krijuar familjen që dëshiroje. Dhe dua të them që në momentin që ai krijoi familjen në Tropoj dhe u bë me fëmijë, ai u nis drejt Tiranës me ëndrrën që Shqipëria ishte një Shqipëri pluraliste, ishte një Shqipëri demokrate, ishte një Shqipëri ku shtetit ishte në funksionin e njerëzve dhe jo të qeverisë dhe interesave të saj egoiste, po themi. Derisa gjyshi im Rahmet Past, duke qenë se ishte, po them, pasojë e kohës dhe brezave që jetonin në atë kohë të moshës gjyshit tim, e mendonte të pamundur që djali vet vinte në Tiranë dhe të vinte të hidhte poshtë bashkë me shokët e tij sistemin më agresiv që ka njohur, po them, Ballkanin. Në momentit që solli kjo situatë dhe studentët po themi, u konfuzuan pak, nga që ishin shumë njerëz, ishte shumë situatë impulsive, studentët nuk po dinin nga drejtoheshin te pjesa që ku e dim ne që ti je me ne dhe ti mbron realisht interesat tona, dhe aty babai im hypi një shkallë më lart duke u kapte xhupat e shokëve të tij dhe la garant fëmijët e tij, Kirin dhe Rudinën, motrën dhe vllajën tim, duke thënë që unë lë garant fëmijët e mi janë aty, nëse unë ju tradhtoj juve, unë kam tradhtuar fëmijët e mi. Gjë që ky moment studentët në atë kohë i shtangu që një person mund të linte garant fëmijët e tij, mund të sakrifikonte çdo gjë deri në familje për lirinë dhe demokracinë e këtij shteti. Në atë moment ai mori leadershipin dhe besimshmërinë që është më e rëndësishme të shokëve të tij në atë kohë.